Përshëndetje të gjithëve nga Pasion Kuzhine. Sot së bashku me ndihmësin tim të vogël Reo, do përgatisim një tavë me spageti të coptuara në furrë me krap pule, një gatim plot nostalgji, i thjesht, ekonomik dhe me një shije të jashtëzakonshme që mbledh gjithë familjen. Ndiqni hapat e kësaj recete. Si e shikoni në tigan të thellë kam vendosur krap pule, bashkë me Reon po i shtojmë krip. Reo ndërkohë e çon kripën në vend, i vë edhe kapakun. Nuk ma lë t'i shtoj piperin, do t'a shtoj vetë, ndërsa unë po i shtoj këtë miksin e erëzave. Reo po i shton piperin e zi. Në fund fare do t'i shtojmë vaj ulliri. I shtoj kaq shumë piper në një vend Reo sa do t'a masazhoj pak me duar, por më parë t'i shtojmë vajin e ullirit. Dhe sekreti për këto krah që të bëhen të butë edhe të arrin kohën e pjekjes një lloj me makaronat, është mirë që të skuqen në temperaturë të ulët dhe me kapak. Nuk e pash minutazhin sa zgjati, por derisa ta shikoni që krahat e pulës kanë dalë në yndyrn. Në një grirës perimesh ngrim një qep. Largojmë krahat e pulës, janë zbutur mirë edhe në këtë moment këto krah mund të konsumohen. Shtojmë qepën e coptuar. Krim edhe 2 domate në këtë grirës, i kthejmë në pure. Ndërsa në dimër unë këtë recet, kur domatet nuk kanë shije, e bëj edhe me salcë domateje. I kthejmë domatet në pure. Ndërkohë edhe qepa jo vetëm është skuqur, por është karamelizuar në zjarr. Shtojmë puren e domateve. Nuk po i shtoj as krip, as piper të zi, pasi ka mjaftueshëm nga mishi. Unë do t'i bëj me spageti, po spagetit nuk do t'i lë të plota siç veprojmë kur bëjmë makarona, por i coptojmë. Është thjesht si i bënte nëna ime kur ne ishim të vegjël, pasi në atë kohë kishte vetëm makarona të gjata. Në fund i shtojmë pak nga kremi i hudrave, lëngjet e domates sigurisht që janë larguar. Shikoni çfarë teksture i jep kremi i hudrave. E kam thënë dhe më parë, mund t'i shtoni 2 thelbinj hudër nëse nuk i keni përgatitur hudrat krem. Shtojmë 500 gram me makarona spageti, i përziej mirë, si përshtoj mishin e pulës. Do t'i mbulojmë me 1 litër ujë dhe do t'i shtojmë diku tek 1 lugë e çajit me krip. Do t'i vendosim në furrë për 20-30 minuta në 200 gradë. Jo vetëm që përgatitet shpejt kjo tavë, por dhe të kënaq me shijen. I pastrojmë këto anët, pasi unë do e pjek këtu ku e kam, nuk bëjen të tjera pis. Dhe ja si duket kjo tavë. Është e lëngshme nga brenda, me atë koren e shishme krokante nga sipër. Reo e ka pjatën e tij të preferuar këtë. Nëse ju pëlqeu kjo recet tradicionale, mos harroni të bëni një like dhe të lini një koment. Po ju si përgatisni spagetit në furrë? Më shkruani në komente versionin tuaj, pasi ju lexoj me shumë dëshirë. Ju falenderoj.